Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka, wa Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të akumet me Allah subhanahu te lusë dhe ati përgjërum që të rafdrojt dhe të begoj dërgojnë e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzhjel. Të ndërë vëzër, prej metodologjisë së shëndosh në mësim nxënje, një për gjonave që javlen shumë u theksu që përcaktohet shëndeti ose saktësia ose e duhura një metodologjia të nxënjes së dijes së fesë është domethënë ajo që ka të bëjë me renditjen e temave, me prioritetin e temave. Saktësisht, një temë është më e rëndësishme se sa tjetra. Mirë po, na shpesh jemi të paditshëm e di se kjo është më e rëndësishme se sa tjetra. Dhe në këtë rast është ai fati ku ti orientohesh me librat e dietarëve, nga që te dietarët ka qenë kjo vetdije për me i dhon peshë domethënë renditjes. Ndonjëherë pjesë e kësaj vetdije është edhe një vetdije tjetër. Vetdija që një temë e madhe, cilat nën tema i ka. Për shembull tash ne që 2 ligjratave se kemi filluar me fol për ditën e gjykimit. Edhe tema e gjykimit prej te momenti i vdekjes, prej te momenti i takimit me engjëllin e vdekjes së kështu deri tek hyrja në xhenet inshallah, po edhe tek detajet e xhenetit. Kjo është seri në veti. Është kapitull shumë i gjatë. Ka dhjetra kapituj, mirë po, a kena parasysh për shembull cilat janë nën temat e ditës së gjykimit më të rëndësishme. Do me besu vdekjen, ngjalljen, jetën e varrit, marrjen në pyetje kështu me radhë. Ndaj edhe këtu Allahu e ruajt shehin, domethënë realisht është një mbarësi që edhe te tema e ditës së fundit, tema ditës së gjykimit, temat kryesore i ka përmend. Dhe këtu pse do të më potencioni gjatë tij? Sepse nëse ne merr një libër për shembull i cili është akide e Ahlus Sunnet, ose cilat janë usulet e Ahlus Sunnetit, edhe për shembull ose as-sunne indana, suneti tek ne është kjo, edhe i përmend dikush për imamëve selefit. E sheti që kur ka ardhur për ditën e gjykimit, si ka përmend 45 temat ose 50 ose 35, si ka përmend 4, i ka përmend 6. Kjo, kush del pi çesaj, del pi ullës. Kush nuk i ka çdo tema, nuk është në ullën e sunetit. Ndaj domethënë sot kam mundu me respektu pikërisht domethënë këtë metodologji të autorit që më unal vetëm te temat që ai ka përmend edhe me përmbyll temën e ditës së gjykimit me lenë Allahu subhanahu si temë 3, si ligjata e tretë në këtë nën varg. Më po duam të analizojmë një fakt fillimisht. Kur të mësohemi akide, edhe kur mësohemi temat e ditës së gjykimit, edhe temat që kanë të bëjnë me atë çka do të më besu te gajbi e kështu me radhë, do të më besu që na të investu në devotshmëri. Po ripërses, jena duke investuar më bëma devotshëm për arsye se vetë Allahu subhanahu wa taala për herë të parë kur e përmend Kur'an devotshmërinë ose i përmend të devotshmit. Ky është një libër se nuk ka dyshim në të, apo që është udhëzim për njerëz të devotshëm. Pikën e parë që e përmend si veçoritë të njerëzve të devotshëm, çka thot? Thot Allahu alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët besojnë në gajb. Mos e përmend namazin, zakatin e kështu me radhë. Keni vëmendje domethënë narrativa kuranore si piknisja për neve është më rëndësishme. Për neve është më rëndësishme, domethënë ka mujt më kanë për shembull pjesa kryesore që spikatët te njerëzit e devotshëm, kjo dhe kjo. Jo imani në gajb, domethënë këtë pjesën që nuk e sheh, e beson fuqishëm. E ka bindjen e palëkundshme. Jeton, domethënë e shoqënon në jetë ideja dhe bindja që domethënë ka ditë gjykimi, ka më dalë para Allahut, ka llogari, e di që ekziston mizani, e di që ekziston xheneti dhe xhenemi, besomi. Për shembull që tash, nëse dikush për neve çto e kishte më tregu për një shok vetin që beson që një kontinent është mit, ose që beson që një qytetërim që ka ekzistuar para 200-300 vjetëve është mit. A e kishmi marrë domethënë kështu të palëkundshme që domethënë kjo të fol për diçka domethënë të çmendur. Ose ka zot diçka që domethënë çish njëri logjikshëm e ban e vë këtë në dyshim, apo? Do thonë kur na mbrije gajbi, besimi në gajb, në çka drejtë, do thonë me na dokun po as sikur se s'në që i shohim. Po as sikur se s'në që i shohim. Do thonë çish nuk dyshojë në çto fakte që pisho, bile këto janë fakte, se mua më kanë me shëndet, domethënë të dëmtuar, mund me pas shëndetin me dorë të dëmtuar edhe mund me pa diçka që nuk ka ashtu. Ama është ashtu te meselet e gajbit, jo, gajbin e besoj edhe më fuqi shumë. Pse? Se Allahu po e ka dhënë. Pse? Se provat po e dëshmojnë. Pse? Se s'ka logjik mos më kanë ashtu. Ndaj domethënë do të më konsideru që njeriu kur merr temat e gajbit, akidës e kështu me radhë, o të investon në devotshmëri. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që besojnë në ghaib, të janë të ulzuar, të janë të, domethënë që nuk dyshojnë Kur'anin,
edhe rrjedhimisht domethënë e kanë një veçanti tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj, sa më shumë që beson gajb, jetën e amshimit e merr më seriozisht. Sa më shumë që beson gajb, jetën e amshimit e merr më seriozisht. Shënon Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Sheikh Shuaib thotë hadithi sahih prej Abu Saidit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kayfa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarn. Thotë çish më kënaqun, ndërka që ai i cili është i deleguar për engjëve, i ngarkuar për engjëve me atë fryrën e surit, ai vetë se ka kap. Thot wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru mata yu'mar. Thot vetë se thot është laku thot për me i fry, edhe e ka lshu kështu dëgjimin që kur do t'i vi ordresa ti thuhet fry. Domthon ajo është të prit çastin, ose të prit momentin për me ardhur domthon thirrja për domthon me u fry suri. Edhe pastaj ata që kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thonë ja Rasulullah, fama naqul, o Allah, çka më thon se kjo e frikshme. E frikshme me menu që në këtë çaste një engjëll është të prit çastin kur i vjen ordhesa fry surit më ndodh kiameti. E pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ala Allahi tawakkalna, thuni na mjafton Allahu sa mbrojtës i mirë që është Allahu, tek Allahu na mbështet. Domethënë tem që lyp tevekul. Na tevekulin vllazni e kena për çka? Kjo është për vështirësitë e jetës. Tevekuli është edhe për çështjet e devotshmërisë. Tevekuli është edhe për më të ndrejtë imani. Tevekuli është edhe për më të ndrejtë bindjen në Allahun. Tevekuli është edhe për temat më të thjeshta. Për shembull, e keni vështirësi me një ibadet. E keni krizë në raport me Allahun te barekuhu teala. I ki do gjunohe. Çat sa i temenu që këto gjunohe kemi ka përsy me len Allah subhanahu wa taala tu ngue, tu lezu Kur'ane, tu këshillue, tu nejt me njerëz të hajrit. Çaj dush me menu se këto tema kemi ndrejtë tu i mbështet Allahut subhanahu wa taala. Sepse njerëzit vllazni që mbështeten ose atë forcën energjisë mbi gjitha e kanë tek shkaqet. Unë pse jam më stabil fetar, s'u ngoj derse të forta. Okej? Unë pse domthonë kam një disponim fetar, si kam do vllazni devotshëm. Këta janë shkaqe relative, sot janë nesër nuk janë. Sot janë nivel nesër nuk janë. A unë mbështet Allahu te bareke wa taala. Dhe sa më seriozisht që e merr, rrjedhimisht i bie që përgatitja për zadin e ahiretit, për zahiren e ahiretit, ka më konë inshallah më thonën më e mirë, o të zawadu fe inna khayra zadi taqwa, dhe banuni gati për udhtimin e ahiretit, mirëni zahire për udhtimin e ahiretit, e udhtimi i ahiretit zadin më të mirë ka domethënë devotshmërinë. Kështu që pas jetës së varrit ka shumë kapitoj, mi po mjafton ato që i ka përmend autori. Ajo që ne duhet me pas konsiderat, po duhet me analizuar një fakt. E ky fakt na duhet edhe për neve si individ, po edhe si krye familjar, edhe si shok, edhe si shoqni, edhe si davetxhi. Çaq është temë e rëndësishme. Çaq më shumë vëmendje që japim ahiretit. Çaq më shumë që e konsiderojmë që ka digjykimi, kena më marrë llogari e kështu me radhë. Çaq më shumë të zbutet gafleti edhe të largohet. Domthon, tema e gafletit shumë shkon paralel me temën e ahiretit. Ndaj thot Allah subhanahu, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzit ju ka ofruar hisabi, ju ka ofruar dhënia llogarisë, ama ata në gaflet, nuk janë të interesuar. Domethënë, që kjo që o t'u ofru, kuptimin që me pas në konsiderat që është afër, çka i bë që domthon ka më të zbut gafleti më njëherë. Po jo vetëm kaq, çaq sa të na dobësohet, çaq sa harromi që kena me dhënë llogari para Allahut, çaq sa këtë temë që është në perifi, çaq ka gjasa me deviju. Çaq ka gjasa me deviju. A ka argument për këtë? Thot Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Ata që dalin pi udhës, kanë me pasur shumë dënim të dhimbshëm se e kanë harruar ditën e gjykimit. E kanë harruar ditën e llogarisë. Në kuptimin që po e ta kishin menu njerëzit që ka llogari, apo për shembull, gjendesh përpara një oferte të haramit, e cila mund të jetë minuta, apo po e menon që për këtë kemë me 100 vjet para Allahut, apo domthonë relativizohet padyshim. Sepse me bë me menu vetëm me prirje të kësaj toke, ty duket diçka në rregull, ose diçka normale, ose me bë me shku me matematikën e çmendur. Për shembull, me thonë me gjithë ato i kanë këtu gjëra, po këtu janë një përqindje e vogël kundrejt veprave të mira që i kam, apo? Po mund të jetë edhe mjalti sasi e madhe, po që prishet edhe me një pikë helmi. Kështu që domethënë nuk mundesh me shku me këtë logjik. Kur ta ndresh ty domethënë këtë raport, ta ndresh vëmendja që ka me dhënë njëri llogari para Allahu te bareke. Kështu që e para që duhet me besu, mas ringjalljes, mas daljeve pi varreve,
mas tubimit të madh që tubojmë para Allahut subhanahu wa taala, është dalja para Allahut për llogaridhënie. Dalja para Allahut për llogaridhënie. Thot Allah subhanahu: "In kullu man fi s-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda." Kushdo që në qiellin tokë ka marrë si rob para Allahut. Këtë kanë marrë murenit para Allahut subhanahu wa taala. Për çka është kjo renditje? Domethënë, fillimisht kjo lëmë në kuptuar që këtë kanë më dal. Të mirë të këshit, pa besimtarët edhe besimtarët. Krejt kanë dalë para Allahut si robër në ditën e gjykimit. Pse kanë ndodhur? Thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fi yunabbi'uhum bima 'amilu, ahsahu Allahu wa nasu." Do ditë Allahu azza wa jall ka mirë ngjall gjithë, edhe kam ju kallëzuar çka kanë bën, Allahu ka regjistruar këta kanë harruar. Allahu ka regjistruar këta kanë harruar. Domethënë, harresa është e përgjithshme për këtë neve. Domethënë, mumina me majt në mend ndoshta një gjëna që kemi qenë të varur prej tij prej kohësh, ose që na është përsëri si shpesh. Ama domethënë një pjesë e madhe e gjunave, që ndodhin aty për aty edhe nuk është që na shoqëron gat, shumë janë domethënë gjuna që edhe harrohen. E këtu është një rrezik i madh që domethënë nuk pendohen njerëzit për këtyre gjunave, për shkak se i kanë harruar. Domethënë pa hitë diskutime a vlen tobe e përgjithshme apo jo, a shlyhen me ibadetet e tona jo, kjo është tjetër trajtesë. Ama a ekziston pjesa e befasisë që njerëzit i shohin ose i kanë harruar? Po, sepse ndoshta donjëherë shembull ti e bën një gjuna indikuar nga një nervoz. E bën ndonjë gjuna ndoshta indikuar nga një moment jo shumë i shëndosh. Edhe pastaj ti kemi marrë me diçka tjetër, jo me gjunohin, kemi marrë me çetsu vetveten, me nxjerr veten pi situatës e kundi shka, po jo ndoshta gabime që ke bën raport me dikë ose gjunohin e kështu me radhë. Çka ndodhe harron. Pastaj befasi e keqe kur ta shifsh këtë gjuna domethënë para Allahu subhanahu wa taala. Domethënë pasi të bëhen krejt, Allah azza jall jep leje me fillu gjykimi. Është ngjarje e gatë, derisa vjen një moment që po nis momenti i ditës së gjykimit. Po nis momenti i llogaridhënies. Mirë, po fillimisht i jepen librat. Para se me dalë secili para Allahut, njerëz sillen njerëzve librat, ju ofron njerëzve librat, mos i ti morin librat fillon llogaridhënia. Mos i ti morin librat fillon llogaridhënia. Thot Allah subhanahu: "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida." A ditë secili ka me pa keq çka ka bë. Khairin edhe sherrin, edhe kur ta shohë sherrin, ka me pas dëshirë më kon ti shkon sa më larg këtij regjistri vet. Ti shkon sa më larg, domethënë kjo çka ka bë. Pastaj domethënë hapi i parë i gjykimit është domethënë marrja e librit. Domethënë vin librat. Pastaj kapën, thot Allah subhanahu: "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Kush e merr librin pikana e djathtë, ka mu llogarit let. Që bie llogaria ndodh mas marrjes së librave. Thot: "Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Edhe shkon te familja e vet i lumtur. "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura." E kur e vën libri pika shpina, nis me e çortua, me mallkua edhe me thurr mjerim për vetveten. Mas marrjes së librave, mas i të mirën librat, rrjedha e dytë, para se me nis ditë ajo llogaridhënia, është dohën safët. Domethënë, thot Allah subhanahu: "Wa amtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun." Tash donu ju njerëz të këqij. Kushdo që se ka marrë librin nga ana e djathtë, dacin veti. Domethënë shkojnë si në xhamat në veti, pastaj ndodh ajo renditja mbas të umeteve, mbas të treguesve të tjerë që kanë ardhur në sunet, mirë po, domethënë shfaqen librat, mirën librat, dohen dy xhamate, edhe pastaj domethënë fillon llogaridhënia. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Adi ibn Hatim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuma." Po secili prej juve kam I fol Zoti vet, edhe mes tij edhe Zoti s'ka më pas përkthyes. Secili ka më fol në mënyrë të veçantë. Secili ka më fol në mënyrë të veçantë me Allahun subhanahu wa taala. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Kështu ka në djathtë e sheh vesh ka bëu punë të mira. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kështu në anën e majt e sheh vesh ka bëu. Wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Pastaj kështu në anën e përparme edhe sheh domethënë ka fytyra vet domethënë zjarrin e xhenemit. Fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamra. Runu fi zjarrin e xhenemit qoftë edhe me një gjysmë hurme. Thot Allah subhana: "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Pasha Zotin tan këtë kena më marrë pyetje. Pasha Zotin tan gjithë kena më marrë pyetje, amma kanu ya'malun, për çka kanë punu.
Thot Allah subhanahu fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. Këtë njerëzit të këtë cilët është dërguar i dërguari, profeti kanë më marrë pyetje dhe vetë profetët kanë më marrë pyetje. Edhe njerëzit, edhe profetët kanë më marrë domethënë në pyetje. Kështu që njerëzit, domethënë pyetjen kryesore që kanë më marrë, pyetjeve më etike, për pyetjeve që më shumë të përcakton fatin e ahiretit, thot Allah subhanahu wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin. A do të thirrën njerëz dhe thuhet çish ju keni përgjigj pejgamberëve. Çish ju keni përgjigj pejgamberëve, ai ni bind, ai ni nudhe, ai keni nështruar, domethënë thirrjes së Allahut që kanë nëpërmjet pejgamberëve të Allahut te bareke ve taala. Pastaj merret njerëzit në pyetje, sikur se shojmë Tirmidhiu, shalmoi të hadithin e sahih për Abu Barza al-Aslami, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Thot njeriu në ditën e gjykimit s'në lëvrit kamën pa u pyet për ymrin e vet ku e ka qenë, për dijen se çka ka punuar me atë dije, për pasuninë që ka fituar, për pasuninë që ka harxuar, edhe për trupin e vet që ka plak. A ka plak në ibadet, a ka plak domethënë në gjinoa dhe në qefe. Njerëz kanë marrë pastaj në pyetje, sikur se është në Tirmidhiu, shalmoi të hadithi është Hasan prej Zuberit radhiyallahu anhu. Thot lamma nazalat kur ka zbrit çka ajet. Thumma la tusalun yawma idhin 'anil na'im. A dit keni më pyet për kënaqësitë, keni më pyet për sanat e mira, për begatitë e jetës. Ka thon Zubair radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, wa ayyu na'im nus'alu an. Për cilat kënaqësi kena më marrë pyetje, ka fol për sahabët, për shokët e vet. Thot wa inma huma al-aswadan at-tamr wal-ma. Thot na keq ka kena të mira se dynjaja është hurma dhe uji, kur gjatë tjetër s'kena. O kanë gjendje shumë të keqe. Kur kanë zbrit sa këto ajete, sahabët kanë shumë të varfër. Kanë shka kena më pyet, kur gjatë s'kena, veç uji dhe hurmë. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu sekun. Po edhe për çka ka më kon llogaria. Domethënë për çat ujë, për çat hurme, kena më marr domethënë në llogari. Njerëz kanë marrë pyetje, sikur se është në Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Umerit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa mas'ulun an ra'iyatihi. Secili për juve është bari, edhe ka më marrë pyetje për kopën e vet. Domethënë kemi marrë pyetje për bashortën tonë, për shtëpinë tonë, për fëmijët e tu, kemi marrë pyetje. Domethënë kjo fetaria është shumë vllaznive që ta mojën e fen për veti. Fundja fëmijët, gruaja sen këta secili ka për veti, s'po du mi dhon shumë zor se ngarkesë ku diun çka. Domethënë kjo bën dash me këtë hadith. Domethënë kemi marrë pyetje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu fi ahlihi ra' wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Burri është në shtëpi bari dhe ka më marrë pyetje. Keni vëmendjen? Na shpesh kontributin edhe vëmendjen tonë për fetarinë e familjes e kemi si projekt mu shpërbly, jo ndoshta ndonjëherë edhe projekt me shpëtu nga përgjegjësia. Atë i japmi zor, inshallah bon devotshëm, inshallah na i zbarim fytyrën. A më jon me mos zbar vetëm fytyra kur të më pyes Allah, a e ke kryer ty detyrën shka e ke pas? Prej të detyra e edukimit, deri te detyra që është domthon për kujdesën financiare kështu më radh që do të më pas në shtëpi, wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iya wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Edhe gruaja në shtëpinë e burrit është një baresh, edhe domethënë është përgjegjëse për kopën e saj. Pastaj merren njerëzit pyetje, sikur që thot Allah subhanahu wa kana ahdullahi mas'ula. Keni më marrë pyetje që keni dhënë Allahut besën. Beslidhe që keni pas me Allahun, keni më marrë pyetje në mënyrë të veçantë. Ja ke dhënë Allahut fjalën për diçka, ja ke dhënë Allahut besën për diçka, ka më ekzistuar domethënë në marrje në pyetje shkaku i dhënies së besës. Aq merren pyetje derisa disave, madje thot Allah subhanahu, "Yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Disave çast shumë kanë marrë pyetje derisa kanë menis me fol edhe durët e tyne, edhe domethënë gjuhët e tyne, edhe këmbët e tyne, për shkak domethënë ka punon. E para që kanë më pyet njerëz për hakun e Allahut, çka ka të bëjë për hakun e Allahut, është domethënë namazi, sikur se shënon Tirmidhiu, sharhon të hadithit sahih. Pra Abu Huraira sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu." Puna e parë për shka vetë të robën ditën e gjykimit, prej veprave të tij është namazi. Si ti ndreqet namazi, i ndreqen edhe të tjerat. Ti prishet namazi, prishen edhe të tjerat, pastaj ai që e ka kryer farzin, po ka mangësi, pastaj Allah e këshyr domethënë i kërkon engjëve me këshyrën në regjistrat e robit, a ka domethënë nafile. Ndërkëse se i përket hakut të njerëzve, e para që mirën pyetën njerëz për hakun e njerëzve është ajo që është Imam Ahmedi Muslimi për Abdullah ibn Mas'udit, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bayna an-nasi yawm al-qiyamati fi ad-dima."
puna e parë për çka kanë më marrë në pyetje llogarit njerëzit në ditën e gjykimit është çka ka të bëjë me gjakun. Çka ka të bëjë me shejtrinë e jetës. Dhe këtu shpesh njerëzit mendojnë që kjo është e lehtë si llogari. Domethënë nuk është çka e lehtë. Ani pse shumë njerëz nuk janë kriminal që përlyjnë durët e tyre me gjak. Po i përlyjnë gjuhët e tyre duke arsyetuar krimet. Për shembull, një pjesë e shumë muslimanëve janë të rrezikuar nga kjo hadith, pikërisht shkaku i shumë vende ku ka pas fitnë në mesin e muslimanëve, edhe që i ka dhënë të drejtë dikujt me bindjet e tij që realisht domethënë nuk e ka shenjtrinë e muslimanit për mos mja prek gjakun, derin, familjen e kështu me radhë. E as më tepër se dikush ndoshta mund të rrezikojë kjo temë edhe te pjesa e së kaluarës. Dikush për shembull ndodha me mesela që ka ndodhur shekuj më parë, i jep të drejtë një lloj gjakderdhjes me idetë e tij. E kanë merituar. E kështu me radhë. Kështu që çka ka të bëjë me hakun e Allahut, pyetja e parë është namazi. Çka ka të bëjë me hakun e njerëzve, çështja e parë ka të bëjë me shejtrinë, domethënë e gjakut. Tash, domethënë dalin njerëz para Allahut, vin librat, i morin librat, don xhamatët, pastaj nis llogaria. Çish nis llogaria? Çish merren njerëzit në pyetje? Fillimisht llogaria ndodh vllaznim me ekspozim të veprave dhe regjistrave. Domethënë quhet el-ard. Domethënë ndalmi para Allahut, edhe na ekspozohen veprat. Na ekspozohen regjistrat. Që kjo është dhënia e llogarisë. Që kjo është dhënia e llogarisë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shembull Buhariu pe Aishës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak." Kushdo që merret në llogari në ditën e gjykimit shkatërrohet. A ki bëu çeket? Pse ki bëu çeket? Kur e ki bëu çeket? Pse? Apo kushdo që merret në llogari shkatërrohet, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E i thotë Aisha radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fa qultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." O i dërguar Allah, nuk ka thënë Allahu subhanahu wa taala që kushdo që i vën librin nga ana e djathtë do të merret në një llogari të lehtë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka llogarinë e lehtë, thot inna ma dhalika al-ard. Që kjo e lehta është ekspozimi. Domethënë në vesh dalin regjistrat e tua. Është qartë, vetë e sheh ti çka ke bën. Ti e sheh, ja jep një shikim. Është qartë? Që kjo është llogaria e lehtë. Thot walaysa ahadun yunaqash al-hisab yawm al-qiyamah illa udhib. Ndërkohë kushdo që ka diskutim, ai vetë se ka mundenu. Ai vetë se ka mundenu. Domthon pse e ke bën? Cilat janë arsyetumet e tua? Pse e ke, domthon ti ke qenë i vetëdijshëm, ke qenë kështu edhe kështu, apo ka ardhur lajmërimi, para lajmërimit ka ardhur profeti kështu. Nëse ka kësi lloj diskutimi në ditën e gjykimit, udhib, ky ka më bë azab. Dietar kanë thonë azabi është dy kuptime këtu. Kuptimi i parë është domthon vetë çka që po të qorton Allahu në ditën e gjykimit është lloj azabi. Edhe nëse shkon në xhenet. Është qartë, domthon se është munim i madh ditën e gjykimit. Domthon njerëzit çfarë tmerri, çfarë trishtimi, çfarë etje janë dalë pi varrave, edhe plus Allahu subhanahu wa taala domthon me ty më morën, domthon çka niqash, çka diskutimi, debatimi, ka të bëj ku ti njeh Allahu krejt. Është qartë? E kjo kur ti janis Allahu me ti njeh, domthon është një lloj dënimi. Dhe e dyta, kanë thënë dietar, kryesisht lidhet me kuptuar që nëse ka kësi lloj diskutimi, është i destinuar me u gjujë në xhenem. Është i destinuar, domethënë me u gjujë domethënë në xhenem. Për këtë kanë thënë dietar, domethënë ka dy lloj domethënë dy lloj llogarish që kryesisht kanë pasur musliman. Thot yuhasibu Allah azza wa jalla bil ard man qada lahu bil maghfira. Ja ekspozon Allahu veprat ku ne ka caktuar që kam ja fal. Ku ne ka caktuar që kam ja fal edhe me hi në xhenet. Wa yunaqishu bil hisab man qada alayhi bil adhab. Ndërka që kam me debatu dhe diskutu, ku ne ka caktuar që kam me dënë, ose si shenjë, nëse mjafto, nëse ndodh veç mu të ekspozu, kjo është shenjë që Allahu ka me të falë dhe ka me të shti në xhenetin e tij. Rreziku më i madh është me e pas llogarinë e keqe. Domthonë jo veç që këtë lloj diskutimi, debati, po Allah subhanahu wa taala ka përmendur në një ajet kuranor ku e ka thujt pikërisht me çket emër. Thot Allah subhanahu lil ladhina istajabu li rabbihimul husna. Ata që kanë përgjigjë Allahut kanë me pas shumë të mira. Walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Thot ata që kanë përgjigjë Allahut kanë më pas të mirë. Ata që nuk kanë përgjigjë Allahut, çka ka në qiell në tokë me pas mundësi me dhënë kishin dhënë,
me pështu nga, domethënë, llogaria e keqe. Llogaria e keqe, domethënë e ka quajtur su, domethënë e keqe. Qysh i bë e keqe, thot Imam Baghawiu se Ibrahim an-Nakhai ka thonë, su'ul hisab, hisabi i keq, llogaria e keqe, llogari dhënia e keqe, an yuhasab ar-rajul an yuhasab ar-rajul bi dhanbihi kulli la yughfar lahu min shay. Kur Allahu ti një kej gjunohat edhe s'ti fal. Nëse një ekibokët, edhe nuk ti fal. Që kjo është llogaria e keqe. Allahu mos na shpëton. Se i përket besimtarëve, janë 3 lloje të llogaridhënies, ose 3 lloje të llogarisë në ditën e gjykimit. Llogaria e parë, ose lloji i parë i besimtarëve janë ata të cilët nuk merren fare në llogari. Dalin ditën e gjykimit, prisin atë pritjen që kanë këtë krijesat, edhe pastaj domethënë shkojnë edhe hinë xhenetin Allah subhanahu wa taala, sikur që është në hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit prej Abdullah ibn Abbasit, që janë 70 vete, që ju ka lutur Allahut me shumë fishuar kështu. Këta janë ata të cilët nuk merren fare në llogari, kategoria e parë. Kategoria e dytë janë ata të cilët ju diskutohet llogaria, domethënë kërkojndjes, janë ata që nuk ju diskutohet llogaria, po vetëm ju ekspozohet, edhe domethënë mos i t'ia shfaqë Allahu gabimet, ja te kalon edhe ja u fal. Sikur që është hadithin e Aishës. Po është edhe një hadith tjetër, sikur se shohim Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Umerit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yudni al-mu'mina fa yada alayhi kanafahu wa yasturu. Allah azza wa jalla afron ditën e gjykimit robën e vet edhe e mbulon. Fa yaqulu ta'rifu dhanba kadha, ta'rifu dhanba kadha, i thot a të kujtohet, a di filan gjunojn, a di filan gjunojn që kjo. Ai thot na'am ay rabbi, po zoti jam. Hatta idha qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Po deri sa i nis mi pranun këtë gjunat që i ka bë. Edhe ja nis me menut që u shkatrova. Atëherë Allah i thot: "Satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Fa yu'ta kitaba hasanatihi. Thot unë ti ku mbulu këto gjunat në dynjë, e tash ti fali, domethënë në ditën e gjykimit, edhe pastaj i jepet regjistri i veprave në kuptimin që regjistrin e ka për fitu xhenetin. Dhe ky ekspozim, dhe ky komunikim është domethënë jo për me bëhe niqash, jo për me diskutu, po thjesht Allah më ka dhënë fadlin edhe bujarin edhe mirësinë e tij. Edhe njerëzit kategoria e tretë janë ata të cilët ju diskutohet llogaria, pyeten për veprat, merren llogari duke u matur sevapët edhe gjunat. Është një pyetje këtu. A merren në llogari pa besimtarët? A merren në llogari pa besimtarët? Sa ai hasanate s'ka, ai sevapë s'ka. Domethënë edhe nëse gabon mirë në dunjë si pranohet. Kështu që domethënë llogaria është më matën në mizan mes mizanit ku ana e pjesëve të veprave të mira dhe pjesëve domethënë të veprave të këqija. Në kuptimin që kam u peshu sevapi i tyre kësaj llogarie s'ka. Ashtu, kuptimin që kam u peshu sevapi i tyre kësaj llogarie nuk ka ditën e gjykimit. Në fakt ka diskutim të dietarëve, Islami Temia thot ka më ekzistuar një lloj llogaridhënie të pabesimtarëve, ku ka më pas ekspozim të veprave. Ka më pas ekspozim të veprave. Mirë, po kjo ka më ndodhur për mi qortu Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka më ndodhur që Allah azza wa jall për mi u tregu çka kanë bërë edhe ata mi pranu, mu shfaq drejtësia e Allahut te barekutaala dhe ka gjas edhe për mu dallu niveli i xhenemit. Është qartë? Se për xhenem është. Me pa ka argumente që nuk janë këtë me një vend xhenem. Munafiqët janë fi darkil asfali minan nar, janë mas poshtë në xhenem. Domethënë Allah azza wa jall ja u mot, ajo është gaj për neve. Domethënë peshën e mëkateve të tyre për me merituar më shumë dënimin. Sikur se Abu Talibi ka më pas më të lehtë domethënë dënimin tonë se ka më kon domethënë në xhenemin e Allahu subhanahu wa taala. Kështu që në këtë kuptim ka llogaridhënie edhe nga ana e pabesimtarëve. Amë jo në kuptimin e matjes së sevapë edhe të gjunave, sepse domethënë pabesimtarët nuk kanë domethënë sevapë. Të llogaridhënia besomi edhe në çështjen e mizanit, çështjen e peshojës, thot Allah subhanahu wal waznu yawma idhinil haqq. Kjo peshoja që kanë mu vë në për të peshuar, domethënë veprat e njerëzve, kjo është hak. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kushdo që pjesa e veprave të mira peshon më shumë te ata, këta janë të shpëtuarit. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ndërka që ata të cilët kanë më pas më të lehtë pjesën e peshojës së veprave të mira, janë ata të cilët e kanë shkatruar vetveten nga që i kanë bërë zullum me ajetet e tona. Është një temë, kush peshohet? Peshohen veprat. Peshohen, domethënë, veprat. Saktësisht veprat e tona marrin formë për me mujt mu peshun ditën e gjykimit. Qysh ndodhe ajo formë është gaj për neve, mirë pa Allahu i shndron në një diçka
No namazi jot, dhikri jot, vepra jote ekziston një lloj forme që ajo formë mundet me u matën. Sigurisht, pesha neve na ka në hadith. Kuptimi i peshës e diçka që vendoset në mizan, në peshoje. Sigurisht që është hadithi që shënojmë Buhariu Muslimi për Buhairës për atë dhikrin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, thaqilatani fil mizan, janë shumë trona në mizan kur ndohen. Domthon peshon, kur të ndohen peshoj, e ranon domthon peshojën. Keni vëmendje. Mundet me të arë një hadith, me të kallëzu sa sevap është me bëni punë. I ki çka sevape, ki që kesh problem, dynjona, herë. Kur vjen që është e ram peshoj, kjo shumë ka domethënie. Sepse kjo i bie që ka me ndërhy ose ka me intervenu në shpëtimin tënd ditën e gjykimit. Mundun me shku veprat e këqija të mirat, edhe vend subhanallahi bihamdihi që ki pas një vir ditor, kur vendos ai vir ditori këtë jetës, peshon shumë. Mundet me peshu Allahu alem, domethënë për neve është gajb kjo pjesë. Për arsye, ku don hadith që vjen që bëhet fjalë për pesh, do të më marr shumë domethënë çat vepër, domethënë seriozisht, ose për shembull hadithin që shënon Muhamedi Muslimi prej Abu Malik al-Ash'ariut, ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për alhamdulillah, thotë alhamdulillah tamla al-mizan. Me thonë alhamdulillah mush mizanin. E mush, domethënë mizanin. Ose hadithi që shënon Muhamedi Abu Davudi Sheikh Albani thotë hadithi i sahih për Abu Darda, ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al-khuluq. Nuk ka diçka që peshon maran që peshon kur ndohet në peshoj se sa morali i mirë, se sa sjellja e mirë, se sa domthon karakteri i mirë. Tek disa dietar peshon veprat, po më disa thonë jo, peshon edhe regjistrat. Peshon edhe aty ku janë regjistruar domethënë veprat, më po edhe këtu esenca e peshimit të regjistrave nuk është ajo lënda ku janë shënuar, është e qartë, është domthon vetë vepra. Domthon bëhet fjalë për peshim të regjistrave, po që në thelb janë domethënë vepra domethënë robit. E që këtu e kena hadithin e bitakës, që shënon Imam Ahmedi, edhe Ibn Majah, Sheikh Shoaib thotë hadithi është hasan për Abdullah ibn Amrit, thotë yusahabu rajul min ummati yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq. Thirret një njeri për ummetin tim para këtë njerëzve, thotë fayunsharu lahu 99 sijillan. Edhe i shfaqen dhe i paraqiten 99 regjistra, domethënë të veprave të tij. Kullu sijillin madda al-basar. Secila regjistër është po aq sa mundet me pas syni larg. Do thonë detaje, domethënë me shumë me shkruajt, çfarë në ditën e gjykimit sa mundet me pas syni, domethënë çdo detaj është shkruajtur. Thot thumma yaqulu Allah azza wajal hal tunkiru min hadha shay? Thot Allahu, a mohon diçka për kësaj shkruajt? Fa yaqulu la ya rab. Thot jo zot, nuk e mohoj, këti gumbo, po. Thot fa yaqulu adhalamatka katabat al-hafidhun, mos kanë bëu zullum engjujt e me të deleguar për mi shkrujt. Thot la, nuk kanë bëu. Thumë yaqulu alaka udhr, a ki duni arsye për çdo gjunoha? Në regjistër. In laka inda, pastaj thot alaka hasan, a ki duni hasan, doni sevap që mi mujt që to regjistra për mos me hin xhenem. Thot fa yuhabu ar-rajulu fa yaqul la, e ka frikë, thot jo zot, nuk kam. فيقول بلى إن لك عندنا حسنات. الله jo, të na i ki do të mira. Të na i kije, domethënë do sevape. Një pjesë e madhe sevape janë vllazëni sevapet e zemrës. Që është një diskutim të dietarët, a mundën me shujt engjëjt atë shon zemra apo nuk është? A e ka doni formë të aksesit engjëlli për me mujt me morë vesh të vekulin tan, edhe me shkruajt. Dashnin tonë për Allahun me shkruajt, frikën tonë për Allahut me shkruajt. Pa in këtë farë diskutimi. Domthon Allah thotë, po janë do hasenate, janë do sevape që tash që kanë me të kry punë. Wa inna la dhulma alayka al-yawm, sot nuk të bëhet ty padrejti. Fa tukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aty thotë i nxirret një bitaka, i nxirret një regjistër ku shkruan dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. E pastaj i thot, ja rab, ma hadhi l-bitaqa? Do zot, çka kjo, domethënë kjo kartel. Kartel e vogël, këtu janë regjistra sa shesh syni, 99 regjistra sa po sa mundet me pas syni, po vjen domethënë një bitaka. Thot ma hadhi sijillat? Çka mundet me bëj kjo bitaka, kjo kartel me këto regjistrat e mëdha të mia të këqija. Thot Allah azza wa jall, innaka la tudlam. Ty sot nuk bëhet padrejti. Fa tudau sijillatu fi kiffa. Edhe vendosën krejt thot regjistrat me një anë,
wal bitaqatu fi kiffa. Edhe që kjo kartela la ilaha illallah me një pjesë, fatashat as-sijilat wa thaqulat al-bitaqa. Flitirojnë thot regjistrat edhe peshon më shumë bitaka ku ka la ilaha illallah. Që kjo pjesa ku është tauhidi, ku lidhja e zemrës me Allahun subhanahu wa taala. Në bazë të disa dietarëve, bazuar në disa hadithe, mundën mu peshu edhe vetë persona. Me po domthonë, kjo sistem nuk ka shumë ndoshta pesh, për arsye se thelbi është domthonë vepra. Ndërkaq ai peshimi që mund të më ndodh njeriu, është mund të thonë edhe në formën e çmimi, po çysh do kohë thelbi është domthonë vepra. Pas peshimit çka ndodh? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya. Kushdo që i ka peshoja e veprave të mira më shumë, ai ka mundon me një jetë të mirë, ka shkuar në xhenetin e Allahut. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Ndërkohë kushdo që nuk i ka peshoja e veprave të mira më shumë, domthonë ka pas më pak se 50, më pak se gjysmën, kushdo që është më pak, është i predispozuar për xhenem vetëm nëse Allahu e fal ose ja fal në gjuna ose ama nëse përfundon llogaria. Edhe ky domthon nuk ka shefat, nuk ka diçka tjetër. Nuk ka më shumë sevape se sa gjunat. Atë thot fa ummuhu hawiya, gjuhot me kokën domthon në xhenem. Kështu që ndohen më njerëzit. Mas llogarisë fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një pjesë shkojnë për xhenet, një pjesë domthon shkojnë për xhenem. Për temat të përgjithshme të ditës së gjykimit është edhe haudhi. Pellgu me ujë. Pa një diskutim, a ka një pellg tjetër në xhenet, a ka një pellg tjetër para siratit, mas siratit e kështu me radhë. Po shpjegojmë vetëm një pjesë të interpretimit që është e rëndësishme. Shënojmë Imam Buhariu Muslimi për Sahel ibn Sa'd, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ana faratukum ala al-haud. Thotë unë para juve mbërri tek haudi. Para se marr unë veç ku mbërri tek haudi. Faman waradahu shariba minhu, wa man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Kush mbërrin tek haudi ka me pi ujë aty. E kush pi ujë aty nuk e kap kur etja. Nuk e kap më kur etja. Që i bie domthon të tjerët që privon një formë prej formave të dënimeve të përhershme të ditës së gjykimit është etja. Një formë prej formave është domthon etja. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa bainahum. Pastaj vinë do njerëz i njohëm njohin, po smuna me u dhon ujë. Mes me dhe tyne ndel domthon një pengesë. Domthon haudi ekziston që tani. Në çdo momente haudi ekziston. Sikur se është në Buhariu prej Uqba ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Thotë pashallah jam të kthyer tash tek haudi jam, domethënë është duke ekzistuar, edhe vetë se e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ky haud ka në përshkrime shumë të hadithe, realisht shumë, është një prej meselave që ka shumë sahabe që kanë transmetuar. Domethënë nëse zgabojmë mbi 40 sahabe e kanë transmetuar domethënë haudin si mesele që duhet me besu. E shënim Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Amrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë haudi mesiratu shahr. Thot haudi jam është sa mundet me udhëtu dikush një muj udh, domethënë i gjam. Thot ma'uhu abyadu min al-laban. Uji i tij është më i bardhë se sa qumshti. Wa rihuhu atyabu min al-misk. Edhe aroma e tij është më e këndshme se sa e miskut. Wa kizanuhu ka nujumi as-sama. Dhe enët e tij janë sigur se yjet e qiellit. Men shariba minha fala yadhma'u abada. Kush pik te kjo haud nuk e kap më kurrë domethënë etja. Ku ndodhet haudi? Janë dy mendime të dietar. Për çka haudin që na eket etja. Mendimi i parë që është Imam Kurtubiu, Ibn Kathir dhe disa të tjerë për dietarëve thonë domethënë që ky haud është në tokën e mahsherit, kur jena në çfarë të merren e ringjalljes. Domethënë tu ndodh llogaria. Domethënë na kop etja, dilli i madh, shumë afër kështu më radh. Haudin domethënë muslimanët edhe besimtarët rahatohen në pjesë lodhjes ditës gjykimit kanë tek rahatimi që pin ujë tek domethënë haudi. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë që i këtij mendimi u ka Imam Buhariu, prej ulemave të hadithit Al-Hafidh ibn Hajar e të tjerë thonë jo, kjo ndodh mas siratit. Që ky haudi ku heket etja është masi të ka përcehet domethënë sirati. Haudi edhe Kautheri, çfarë lidhje kanë me vetin? A është një njëjti sen? Realisht domethënë Kautheri është lum në xhenet. Kautheri është lum në xhenet. Ndërkaq haudi nuk është në xhenet. Se ti shkon në xhenet, kjo që po largohen njerëzit, kjo formë e dënimit. Dënim s'ka në xhenet. Ashtu, ku thotë pejgamberi ose janë do njerëz i njoh, e njohin, e pastaj ata largohen.
Aty që i largimi o denim s'ka në xhenet. Që i bie kautheri në xhenet, haudi është jashtë xhenetit. Ku e lidhje mes tyre? Uji mundet më kon pikë te kautheri. Kanë thënë dietarët, uji i kautherit rrjedh edhe mbledhet të bëhet tek, domethënë tek haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shohim Muhamedi Imam Muslimi, për Enesit radhiyallahu anhu thotë bejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin bejna adhhurina idh aghfa ikhfa'at. Thotë një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me neve, thotë dhe u kot pak. Thumma rafa ra'sahu mutabassima. Pastaj tha ngriti kokën duke buzëqeshur, fa qulna ma adhakaka ya Rasulullah. Tham, çka po të bëj me kesh i Allahut? Tha unzilat alayya anifan sura. Tha sapo ma zbriti një sure prej Allahut subhanahu. Edhe ka kënduar surën Al-Kauthar. Pastaj ka thonë atadruna me Al-Kauthar. Thotë a dini çka është Kautheri? Thot Allah, kanë thënë Allahu wa rasuluhu alam. Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam më së miri. Ka thonë fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alayhi khairun kathir. Është një lum që ma ka premtuar Zoti, ka shumë hajër. Huwa haudun taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah. Është haudi ku kanë më ardhur ummeti jam ditën e gjykimit kanë më ardhur te unë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aniyatuhu adadun nujum. Ti janë po sikur se numri i yjeve. Fa yukhtalaju al-'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati. Edhe e morin në robin edhe largojnë, nuk e lajnë të haudi me pi, fa yaqul ma tadri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rabbi innahu min ummati, o Zoti jam, kjo është ummeti tem, i thuat ma tadri ma ahdathat ba'dak, ti nuk e di çka kanë bërë këta domthonon pasi ti ke shku. Pastaj pi temave që e besojmë, është domthon tema e siratit. Tema e siratit, urës mbi xhenem. Se pe përmendni siratin mas haudit, shkaku që ti diskutimi, haudi a është para siratit apo është pas siratit. Thotë Allah subhanahu wa in minkum illa wariduha. Secili keni me ka përsyetur për mi, domethënë këtë urë të xhenemit. Secili. Kjo një pi pjesave që s'ka pështim. Ka lehtësim, sikur që ka ardhur në hadithe, kush ka përsyetur më lehtë më mirë, ama pështim nuk ka. Domethënë është formë për formave të trishtueshme, është formë për formave të tmerrit që nuk ka përjashtim. Secili për juve keni me ka përsyetur. Pse ka bëu Allah kështu? Allahu alem. Po njopi gjonave ka më kanë edhe pikërisht edhe kjo. Domethënë me e pa domethënë banori i xhenetit se ku ka mujt më kon. Me pa banori i xhenetit ku ka mujt më kon, edhe pastaj domethënë me e gëzuar xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Shohim Buhari Muslimi prej Abu Said al-Khudri thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thumma yu'ta bil jisri fayuj'alu bayna dhahri jahannam. Pastaj thotë sillet ura dhe vendoset mbi xhenem. Fa qulna ya Rasulullah ma al-jisr? I thamë o Allah, çka është kjo urë? Tha madhadatun mazalla. Thot është, domethënë që rrshasin njerëzit ata. Domethënë është vend ku rrshasin domethënë njerëzit, edhe i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato pjesë të përshkrimin domethënë siratit, e pastaj thot el mu'minu alejha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rih. Do muslimanin aty ka më kanë dikur si rufeja, dikur si kurera, dikur domethënë mund kush më shpejt. Do të thonë shpejtësia është formë e shpërblimit. Shpejtësia e kalimit është formë e shpërblimit, sigurisht është përshkrim ekuivalent i istikamës në tokë. Qatë që i kanë ma mustaqim tokë, qatë që i më kanë ma mustaqim në sirat. A është qartë? Qatë që i më kanë stabil në tokë, i më kanë stabil në sirat. Qatë që ma shpejt ju ki përgjigjë Allahut, qatë që ma shpejt ki më përgjigjë, ki me pas shpejtësine të i kalimit dhe më honën të urës, e thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa kanë më konë sikur se ata të cilët kalërojnë, disa kanë më konë thot sikur se udhëtarët, thot fenajin musallam wa najin makhdush. Do pështojnë pa dhimbta, do pështojnë pa u gërvish, disa pështojnë apo me gërvishje, me munim. Ndonëse ata pështojnë, shumë hekin zamet. Ndonëse ata ka përsinë urin siratit, shumë hekin domethënë zamet, thot u maktusun fi nari jahannam, edhe do thot rrotllon edhe bin. Do thot rrotllon edhe bin, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba. Deri sa i fundit me nxjerr ka përcen duke e tërheqë zvarr. Domethënë ka përcen urën e siratit duke domethënë u zvarrit. Ashtu Muhamedi më Buhari Muslimi pe Abu Huraira sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabu jisru jahannam. Sillet edhe vendoset ura e xhenemit. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot fa akunu awwala man yujiz wa du'a'u ar-rusul yawma idhin Allahumma sallim sallim. Unë jam i pari thot që ka përcjellur në siratit dhe krejt profetët në ato momente jam të thonë Allahumma sallim sallim. Doja këtë me merr vesh, o Zot na shpëto. Domthonë është
trishtim i madh që i bën pejgamberi të Allahut mu veçu me veçu domethënë që këtë dua. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mesudi, sikur se shënim Hakimi, Shalbani të çadit Hasan për Abdullah ibn Mesudi thot fa yakhlasu fa idha khalasu qalu. Ata që arrin me pështu edhe me ka përsy urën e siratit, thojnë alhamdulillahi alladhi najjana minki. Ba'da alladhi aranaki laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahada. Thot falëndrimi takon Allahut që na shpëtoi prej teje, mos i na mundsoi me të pa. Dhe çka na është dhënë neve si ka dhënë kërkujt. Që kena arrit me ka përsy urën e siratit, kurkush nuk ka doni sukses më të madh se sa domethënë na që kena ka përsy urën e siratit. Për arsye me të thonë dikur cila suksesi më i madh. Suksesi më i madh me ka përsy urën e siratit. Nëse suksesi më i madh është me ka përsy urën e siratit, atëherë edhe projekti më i madh është projekti për me menu që na tu punu me kalu urën e siratit. Dhe pastaj ata që bin pe urën e siratit shkojnë në zjarr, ata që kalojnë shkojnë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Xhenemi bëhet edhe është veni i vujtjeve edhe i përsekutimeve. Xheneti është veni i kënaqësive dhe i lumturisë. E shënon Imam Ahmedi, Imam Buhariu për Abdullah ibn Merit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sara ahlul jannati ila al-janna wa ahlun nar ila an-nar, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bayna al-jannati wan-nar. Pasi ka ra kush ka ra në xhenem, ka përcy kush e ka përcyer në siratit, pastaj thot hin xhenet lin xhenet, shkojnë xhenem lin xhenem, pastaj sillet vdekja dhe vendoset vdekja mes xhenetit edhe xhenemit, thumma yudhbah. Pastaj therrët vdekja. Thumma yunadi munadin ya ahl al-jannati la maut. Dikush thret i thot o banor të xhenetit s'ka më vdekje. O ya ahl an-nar la maut. Edhe thirrën o banor të zjarrit nuk ka më vdekje. Fayazdadu ahl al-jannati farahan ila farahin. Me gëzimin që e kanë në xhenetlit ju shtohet edhe më shumë gëzimi që s'pas me dorë kurrë më pikëtumit. O yazdadu ahlu an-nar huznan ila huznihim, edhe me mërzinë që e kanë banorët e zjarrit ju shtohet edhe më shumë mërzia kur ta morën vesh që s'ka domethënë më vdekje. Khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Aty në xhenet kanë më kanë njerëzit përgjithmonë në mënyrë të përjetshme. Kjo është fitoria e madhe. Besomi në përhershmërinë e xhenetit. Ekziston në mënyrë të përjetshme, nuk ka një moment që merr fund xheneti i Allahut. Sikurse, "Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Edhe kush nuk i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka më konë xhenem për gjithmonë, do të xhenemi besomi që për gjithmonë. Do të besomi për gjithmonë, edhe në ekzistimin e krijesës së quajtur xhenem, edhe krijesës së quajtur xhenet, po besomi edhe në përhershmërinë e banorëve. Është qartë? Domethënë përhershmërinë që ne kemi akide, që e besomi, ka të bëjë me të dyjat. Edhe me krijesat, edhe domethënë me banorët. Edhe me xhenetin dhe xhenemin, po edhe me banorët e xhenetit, edhe domethënë të xhenemit, duke përjashtuar vetëm domethënë përfundimin e dënimit me xhenem që ka të bëjë për besimtarët. Por ata domethënë dënimi për besimtarët në xhenem është i përkohshëm. Sado që mund të zgjata me mira vite, megjithatë është i përkohshëm sepse ndel edhe hin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Sot vëmendja jon vllazni do të më konte çka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gotëm me fitu falën e Allahut, edhe me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, xhenetet që janë gjona, domethënë saqejta edhe toka që janë bogati u'iddat lil muttaqin, janë bogati për njerëz të devotshëm. Domethënë do të me gjet çast devotshmëri për me shti komën mrena. Do të me punu çast sa për me hi mrena. Tani shkallët e kështu me radhë është temë që në çdo herë do të më josh edhe më bëll më të mirë, më të devotshëm, ama një projekt sigur do të me pas për me me hi xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, edhe do të me pas frikë fattahu nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Runu pi xhenemit që lën djeg se i ka gurt edhe njerëzit, është bë gati për pabesimtarët. Domethënë nuk është bë gati për muslimanët. Nuk është bë gati për mëkatarët. Mëkatarët është bë gati për pabesimtarët, po e ka pru punën me hiç aty. E ka pru punën me hi domethënë çatë. Çi bie domethënë je të shkuën në ngjarjen e të këshive. Domethënë me përfunduar në xhenem, i bie që ki pas ngjarjen domethënë të njerëzve domethënë të këshive. Ku gjendet xheneti edhe xhenemi sot? Ose ku gjendem? E shënon Imam Buhariu për Abu Huraira thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kur të lutni Allahut, lutni xhenetin firdaus. Fa innahu awsatul janna. Është xheneti më i lartë në kuptimin e të qenit i mesëm, sepse është më i lartë. Thot wa a'la al-janna, edhe pjesa më e sipër me xhenetit, wa fawqahu 'arshur rahman. Edhe përmi xhenetin është arshi i Allahut. Çi bie, xheneti i Allahut është nalt.
që i bie xheneti i Allahut është nalt, sikur sa shembull Buhariu me senet të dobët e Abdullah Mesudit, el jannatu fi as-sama'i as-sabi'ati al-ulya. Ka thonë Abdullah Mesudi, xheneti është në qiellin e 7 mas nalti. Në qiellin e 7 mas nalti. Wa an-naru fi al-ardi sabi'ati as-sufla. Ndërka xhenemi është në shtresën e 7 të tokës. Xhenemi është në shtresën më të fundit, domethënë të tokës. Sikur sa e shoni Ebu Nuaimi për Abdullah ibn Abbasit, el-jannatu fi as-sama'i as-sabi'a. Xheneti është në qiellin e 7. Wa jahannamu fi al-ardi as-sabi'a. Ndërka xhenemi është në tokën e 7. Në katin e 7, domethënë të tokës. Ekzistojnë që tani. Domethënë në këto momente ka xhehenem. Ka flak, ka domethënë dhezje, edhe ka domethënë proces të përgatitjes së dënimit dhe ka xhenet që u bë gati për neve. Domethënë bën dhikr, ndreqet në shtëpi, ndreqet i kryen virdët, ndreqet në shtëpi ose i bën dhikr miellet në pemë, kështu në vazhdimsi bëhet gati domethënë hisja dhe yrtja edhe toka jote domethënë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, sikur sa shënim Muhamedi ibn Buhari Muslimi për Imran ibn Husaini për Ahmed sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati faraitu akthara ahli al-fuqara. Thotë e kom pa thotë xhenetin, e kom pa xhenetin dhe e kom pa që shumica e banorëve të xhenetit janë të varfër. Për shkak të llogarisë së lehtë, për shkak të vujtjeve, për shkak të pastrimit prej mëkateve, për shkak të pamundësisë për mulshu mas dynjas e kështu me radhë, domethënë arsye të shumta pse domethënë e kanë këtë fat. Thotë wattala'tu fi an-nari fara'aytu akthara ahliha an-nisa. Edhe pastaj kom pa xhehenemin dhe kom pa se më shumë të banorëve në xhehenem ka pas domethënë prej grave. Kështu që besojmë që xheneti dhe xhehenemi janë hak, ekzistojnë që tani, edhe besojnë që janë domethënë të përhershëm. Për fund, thotë Allah subhana, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Nuk barazohet kush hyn xhenet edhe kush hyn xhenem. Kush hyn xhenet çata janë fitimtarët. Është çka që thjesht. Domethënë çka jetë, në vëllezër, duhet me çndru në jetë si parollë. S'mundet më barazo. S'mundet, shumë e thjeshtë është. S'ka logjik, s'ka kur gjohet, domethënë kërka nuk afrohet ideja me e barazu xhenetlijen me xhenemlijen. Mund të thonë pse është diçka që duhet mu theksu kjo. Nëse atje nuk barazohen, edhe këtu nuk barazohen. Nëse atje nuk barazohen, këtu nuk barazohen. Domethënë, kush është i suksesshëm këtu? Çai shoh të punojë këtu xhenet. Kush është i lumtur këtu? Çai është në proces me ftu xhenetin. Domethënë, imagjino për shembull dikush e ka krenari me thonë se i kam kaç punëtor. Sa punojnë për ty engjëjt me ta ndër xhenetin e Allah. Për ty janë të punuar. Kontratë kanë. Është çdo kush e kryen punën, ti vetë duhet me çu materiale. Ti vetë duhet me çuë arsyen për më të ndërtu. Mund të jenë njëri i madh sa fitoj xhenetin. S'ki kur fare vlerë, nëse u xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Në dynjë je i pa vlerë, në xhehenem domethënë je më i përbuzuri që mund të më ekzistu. Elusallahu azza wa jall me na rrit pizën e xhenemit, me dënimin e varrit, me na bëj banorëve të xhenetit, na mësojmë në xhenet. Pa llogari, edhe llogaria më kon thjesht një ekspozim i lehtë, edhe Allahu më na mblu, ç'na ka mblu në dynjë, më na fal domethënë në ahiret, edhe më na i dhon me fadlin e tij, edhe bujarinë e tij, xhenetin e tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.